Horoskopit për Bricjapin, korrik 2025, dashuria është në mendjen tënde, Bricjap, muaji nis në energjinë e ndjeshme të sezonit të gafores, dhe ti po e ndjen thellë nevojën për lidhje të sinqerta dhe të thella emocionale. Kjo është një periudhë ku zemra jote kërkon më shumë se fjalë, kërkon praninë, përkujdesjen dhe ndjenjen se je e kuptuar. Mund të vendosësh të hedhësh një hap të rëndësishëm në dashuri, të bashkëjetosh me dikë, të pajtohesh me një antar të familjes, ose ndoshta edhe të takosh dikë që ka potencial për diçka afatgjallë. Marrëdhëniet që kanë kuptim për ty bëhen prioritet dhe ti je gati të investosh kohë dhe përkushtim në to. Lidhjet e forta dhe vlerësimi që ke pritur, po ndjen mirënjohje për njerëzit që janë gjithmonë aty për ty dhe universi po të kthen këtë energji mbrapsht, mund të marrësh më në fund njohjen që meriton për gjithë përkushtimin që je duke treguar. Qoftë në një projekt pune, apo kujdesi ndaj një të afërmi, dikush po e sheh punën tënde të heshtur dhe të palodhur, gjërat po stabilizohen në jetën tënde të përditshme, dhe kjo balancë të jep qetësi. Ti nuk e kërkon dramën, ti kërkon rënje të thella, ndjenja të qëndrueshme dhe një ambient ku të ndihesh je sigurt, kujdesi për veten si akt dashurie gjatë këtij muaji. Mos haro të kthesh dashurinë edhe brenda vetes. Vetë kujdesi është themelor, qoftë përmes një diete më të shëndetshme, pushimeve të vogla për relaks, apo edhe një rituali ditor për trupin dhe shpirtin. Kur ti kujdesesh për veten, ti ndriçon edhe më shumë për të tjerët. Ky fillim muaji është një kujtesë e bukur. Dashuria nuk është gjithmonë e zhurmshme, ndonjëherë ajo është në gjestet e vogla, në përkushtimin e heshtur dhe në mbështetjen që nuk kërkon lavdërim. Jeta e përditshme po ndryshon dhe ti je gati për këtë transformim pas datës 7 korrik, kur Uranusi kalon në shenjën e binjakëve, gjithçka që mendove se ishte e përhershme në rutinën tënde mund të fillojë të lëkundet. Por kjo nuk është për të trembur, përkundrazi, është një thirrje për liri dhe vetë zbulim. Mund të fillosh një punë që e bën plotësisht nga shtëpia, apo ndoshta vendos të krijosh diçka tënde, një biznes, një projekt. Një ëndër që mezi ka pritur të zgjohet. Ka nga ata që mund të marrin një qenush apo mace dhe ta shohin jetën e tyre të ndryshojë me një dashuri të papritur dhe të thellë. Ti po kupton se zakonet e përditshme ndikojnë drejt për drejt te lumturia jote, dhe tani ke guximin ti përmbysësh ato që nuk të shërbejnë më. Dëshira për të qenë më e lirë dhe për të pasur më shumë kontroll mbi kohën dhe energjinë tënde po rritet. Një hënë e plot në shenjën tënde më 10 korrik. Kjo është një moment i fuqishëm për ty, Bricjap. Hëna e plot në shenjën tënde ndriçon gjithçka që ke kaluar në muajt e fundit. Mund të ndihesh më emocional se zakonisht dhe kjo është në rregull. Kjo hënë të fton të shfaqësh ndjenjat që zakonisht i fsheh, të hapesh, të tregosh të vërtetën tënde. Mund të ndjesh nevojën të largosh versione të vjetra të vetes, zakone, role, madje edhe lidhje që nuk përputhen më me rrugën tënde. Është koha për të rilindur, për të bërë vend për të rinë, për një jetë që është më në përputhje me vlerat dhe ëndrat e tua. Kjo hënë mund të sjellë edhe ndryshime të mëdha në marrëdhënie, kontrata pune, apo në një qëllim personal që ke ndjekur prej kohësh. Mund të jetë fundi i një kapitulli dhe fillimi i një tjetri, më të vërtet, më të gjallë, më të ëndin. Ndryshime në shtëpi dhe marrëdhënie familjare pas 12 korrikut, kur Saturni kthehet prapa në shenjën e Aries më 12 korrik, do të ndjesh një presion për të reflektuar mbi themelet e jetës tënde familjare. Mund të jetë koha për të ndëruar shtëpi, për të hapur një kapitull të ri larg mjedisit ku ndoshe më parë. Por jo vetëm kaq, ndoshta do të duhet të vendosësh kufi më të fortë me antarët e familjes, për të ruajtur energjinë dhe paqen tënde. Ky është një proces i madh shpirtëror dhe emocional, ku ti po përpiqesh të thyesh ciklet e vjetra familjare që kanë ndikuar brez pas brezi. Nuk është një detyrë e lehtë, ndaj jep vetes kohë dhe durim. Çdo hap i vogël është fitore. Kujdes me financat dhe marrëdhëniet pas 17 korrikut, kur Merkuri kthehet prapa në shenjën e Luanit më 17 korrik, mund të ndodhin vonesa të papritura. Pagesa apo çeku që prisje mund të humbas ose të vonohet. Bisedat për rritje page apo përmirësime në punë mund të shtyhen për pak kohë.
Mos u demoralizo, kjo është vetëm një pauzë kalimtare. Në këtë periudhë, marrëdhëniet që kanë të bëjnë me financat e përbashkëta kërkojnë vëmendje të veçantë. Bisedo hapur me partnerin apo familjarët për ndarjen e faturave dhe detyrave në shtëpi. Kërko një ekuilibër më të shëndetshëm dhe më të drejtë. Kjo është një mundësi për të krijuar lidhje më të forta dhe më të sinqerta. Dielli hyn në luan më 22 korrik, një ftesë për shërim dhe reflektim, me hyrjen e diellit në shenjën e luanit më 22 korrik, ndjenjat dhe emocionet e thella dalin në sipërfaqe. Ky është momenti i duhur për të marrë seriozisht rrugën tënde të shërimit. Po prekësh pjesë të errëta të vetes, hije që ke fshehur ose injoruar, në vend që t'i shmangesh, po mëson t'i pranosh dhe t'i duash ato pjesë. Ky proces i brendshëm mund të shndërrojë dhimbjen dhe turpin e kaluar në një forcë krijuese dhe transformuese. Gjithashtu, po merr lajme të rëndësishme rreth burimeve të përbashkëta financiare. Hëna e re në luan më 24 korrik, lidhje që thellohen, në ndikimin e hënës së re në luan më 24 korrik, marrëdhëniet tua po marrin një dimension të ri dhe më të thellë. Mund të ndodhë që po hapesh më shumë me një person të veçantë, një dashnor, një mik të ri që po tregon shenja se mund të bëhet BFF, apo një partner biznesi me të cilin po nënshkruan një marrëveshje të rëndësishme. Kjo energji është e fuqishme për të hequr qafe mbeturinat emocionale dhe energjitë që të kanë bllokuar për një kohë të gjallë. Je gati të çlirohesh nga e kaluara dhe një lot i sinqert mund të jetë pikërisht ajo që do të ndihmojë të lëshosh peshën që ke mbajtur pa dashje. Venusi hyn në gafore më 30 korrik, mbështetje dhe dashuri në rritje. Kur Venusi hyn në gafore më 30 korrik, do të ndihesh i mbështetur nga njerëzit më të rëndësishëm në jetën tënde. Kjo është një periudhë shumë e favorshme për dashurinë, qoftë në formë romantike apo miqësie të ngushtë. Nëse je beqar, yjet të sugjerojnë që mund të takosh dikë që do të prekë shpirtin. Për çiftet, fokusi është te ardhmja e përbashkët dhe ndërtimi i planeve që ju lidhin më fort. Po ashtu, kjo periudhë sjell mundësi të reja bashkëpunimi dhe kontrata të rëndësishme për ty. Magnetizmi yt po arrin kulmin dhe tërheq vëmendje të fortë. Përfshi këtu edhe njerëz që mund të kritikojnë apo të krijojnë polemika. Por mos lejo që kjo të shpërqendrojë. Vazhdon të ecësh me vetbesim dhe besim në rrugën tënde.